Mirë mbrëma dashur miq, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Ja pra, erdhi takimi i shumë pritur, erdhi takimi i projektuar prej kohëve të gjata. Të lutem ma sill pak kufjen. Stafi, të lutem ma jep pak kufjen. Faleminderit. Ashtu si që u kisha njoftuar dashur miq, jemi sonte për të njoftuar kandidaturat e lëvizjes Adheu në të gjithë Shqipërinë. Ju e dini tashmë që ne e kemi marrë vendimin ton për të dalë vetëm, për të garuar të vetëm në këto zgjedhje. Jemi këtu për të njoftuar sonte, hap pas hapi, të gjithë emrat, figurat, njerëzit, luftëtarët që do të bëjnë sot, do të bëjnë betejën e fortë në emër të lëvizjes Adheu në të gjithë Shqipërinë. Është një lumturi e jashtëzakonshme, e parrëfyer, është e jashtëzakonshme që pas një maratone të gjatë të mbledhjes së nënshkrimeve dhe të firmave, askush ose rrallë kush e besoi që ne do t'ja dilnim, por ja erdhi momenti ku mundi sakrifica, gjaku, lodhja, përkushtimi i një stafi të jashtëzakonshëm bashkëpunëtorëve të mi, i dha frutet e veta bashkë me mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme, që nuk keni nguruar t'i përgjigjeni thirrjes tonë dhe të vini në sheshin Skënderbej, aty ku ne për 37 ditë bëm një betejë, bëm një maraton të jashtëzakonshme në mbledhjen e 5000 firmave. Sonte vjen momenti i duhur kur ne njoftojmë të gjithë përkrasit tanë, simpatizantët tanë, nga këtu, nga lëvizja Adheu, njoftojmë listat, emrat e kandidatëve tanë në të gjithë Shqipërinë. Kush do t'jenë herojt, kush janë gladiatorët, kush janë ata që besuan tek lëvizja Adheu, janë burra dhe gra të jashtëzakonshëm, të cilët do të kryesojnë listat e lëvizjes Adheu dhe do të marrin mandatet e rrethave kryesore të Shqipërisë në të gjithë Shqipërinë. Janë njerëz të cilët ndoshta ju nuk i njihni të gjithë, një pjesë sigurisht i njihni mirë dhe i njihni shumë mirë. Janë njerëz të thjeshtë, si ju, si ne. Janë njerëz që nuk janë produkte ambasadash, nuk janë produkte shërbimesh, nuk janë produkte lobesh, janë shqiptarë të thjeshtë, janë ju. Nuk vinë nga familjet e krimit, nuk vinë nga oligarkët, nuk vinë nga elitat që i prodhojnë kuzhinat mediatike dhe kuzhinat e çorbës së prishur të establishmentit 34 vjeçar, janë burra dhe gra heroj të cilët janë të përkushtuar dhe të vendosur për të kryer një betejë nderi për Shqipërinë, emra të thjeshtë, por të jashtëzakonshëm, të pastër, të bekuar, të ndershëm, profesionist, të jashtëzakonshëm, luftëtar, të ndershëm, shqipëridashës, konservator, njerëz që besojnë tek Zoti, tek familja, tek kombi, tek Shqipëria, tek morali, tek vlerat, tek gjithë shka që lidhet me këtë kom dhe me këtë popull. Sonte jam përpara jush për të njoftuar lajmin e madh, mira, dhjetra e qindra telefonata më vinë, shkreshnik nuk po flet njeri për ju, a do t'jemi, pa diskutim do t'jemi, ata nuk do të flasin për ne, sepse ata i terrorizon emri ju. Emri juaj, lëvizja Adheu, është emër që atyre u dhëmb shumë, i terrorizon,
i shkatëron, i fut drithmën, i fut dridhjet, u kall datën, sepse ata nuk besojnë tek formacione politike, pas të cilëve ata nuk u din se kush qëndron prapa tyre. Ata janë të trembur sepse nuk e gjejnë dot përgjigjen kush është prapa lëvizjes Adeu. Ç'janë këta që s'janë as me Ramën, as me Berishën, as me Metën? Kush janë këta? Kush është ky Krishnik Osmani? Ç'është kjo lëvizja Adeu që nuk ka fuqi Edi Rama ta marrë në telefon dhe t'i thot mos guxo të bësh këtë apo atë? Kush janë këta të cilët Sali Berisha nuk i merr dot në telefon t'i thot eja këtu se më ke borxhe dhe do të fusesh tek lista ime, do të na shërbesh ne? Kush janë këta që nuk i merr dot Ilir Meta në telefon t'i thot eja ni se më keni borxhe? Kush janë këta lëvizja Adeu? Kush është ky Krishnik Osmani që as Meta, as Berisha, as Rama nuk guxojnë ta marrin telefon dhe t'i thonë do të bësh kështu si themi ne, sepse ne jemi kapot e Shqipërisë, ne jemi të fuqishmit e Shqipërisë, ne kontrollojmë mediat e Shqipërisë, ne kontrollojmë paratë e Shqipërisë, ne kontrollojmë gazetarët e Shqipërisë, ne kontrollojmë analistët e Shqipërisë. Kush janë këta? Ç'është kjo lëvizja Adeu? Kush është pas tyre? Çfarë ka prapa perdes? Le të jetojnë në makthin e tyre të madh dhe ne do të vazhdojmë betejën tonë derisa të vijë momenti kulmor, kur do të marrin grushtin e nokautit ata dhe i gjithë llumi i establishmentit 34 vjeçar, të cilit po i skadon afati, po i mbaron bateria, po i tretet historia përballë syve të vet. Kjo është lëvizja Adeu, fenomeni i vetëm politik që nuk guxon një media ta përmend, edhe pse hyra në mes të 20 kamerave të KQZ-ja, nuk guxonte askush të afronte kamerën të thoshte kush jeni ju? A u regjistrua lëvizja Adeu, as u regjistrua as piptin askush. As një media, 25 kamera ishin ke dera e KQZ-s. Si nuk pyeti njëri çfarë po bëni, duke qenë që ne jemi njëra nga 4 partitë e vetme që ka mundur të mbledh 5.000 firma dhe të dalë me 168 kandidat në gjithë Shqipërinë. Pra nuk janë 50 parti si që mashtrojnë, janë vetëm 4 parti të cilat kanë mbledhur firmat. Lëvizja Adeu, Elena Kocaqi me sa kam dëgjuar, Thurja me Lapën dhe Qori, kaq. Të tjerët kanë patur mandate deputetësh, të tjerët kanë hyrë në për lista, nuk janë ekzistent. E megjithatë, nuk na përmendim. Më morën telefon miqtan nga Amerika dhe më thonë, Krishnik, si ka mundësi? Jam gati të thyej televizionin, po si s'të përmend njëri as për gjallë, as për vdek? Do të na përmendin, ne jemi makthi i tyre i madh, ne jemi tmerri i tyre i madh. Ju i dini se kush është llumi, kush është Këneta, ju i njihni pronarët e Kënetës 34 vjeçare, ju i njihni padronët dhe shërbëtorët e Beogradit në Tiranë, ju i njihni shërbëtorët e shërbimeve anti-shqiptare që duan jugun e Shqipërisë të aneksojnë. Ju e dini sa të fort po punojnë agjenturat e Tiranës për të eklipsuar dhe për të mbajtur larg me një frikë prej terrori që ua kall datën, që ua prish gjumin, që ua shkatëron jetën, që ua trëmb dhe ua trondit imagjinatën. U thash miqve nga Amerika, nga Europa, nga Ballkani, mos na përmendin, do të vi dita kur do të përmenden ata dhe kur të jenë të diskredituar përballë shqiptarëve, të gjithë pa asnjë përjashtim. Ne
ja dolëm të mbledhim 5.000 e kusur firma. Bashkë me mbështetjen tuaj, tashmë lista do të ngarkohet në KQZ, duke qenë që merren me partitë e mëdha në fillim dhe neve na kanë në fund, marrin pak kohë që t'i zbresin në sistemin e tyre. Para 2 orësh, Kreshniku ishte në KQZ bashkë me stafin ton, kur bëm dorëzimet dhe kontrollet e fundit. Për gjithë ata që thonë jeni regjistruar, se jeni regjistruar, janë trembur njerëzit, urdhëroni fleta e protokollit nga KQZ-ja sa po u mor përpara 2 orësh në KQZ, u morë në dorëzim të gjitha materialet e lëvizjes Adheu, u morë në dorëzim nga KQZ-ja me numër protokolli, me firmat e KQZ-s, janë marrë në dorëzim 5.000 e sa firma dhe këtu janë zonjat e KQZ-s që kanë firmosur, ja pra fleta e protokollit të lëvizjes Adheu e vullosur dhe e firmosur nga KQZ-ja, ndaj mos kini asnjë dyshim që do të jemi pjesë e garës, pjesë e betejës, pjesë e luftës. Pse s'na përmendin televizionet e Tiranës, pyetin ata janë të vetmit që mund ta përkthejnë me fjalë makthin e tyre. Ata janë të vetmit që mund t'i japin një shpjegim ëndrave të tyre të këqija. Ata janë të vetmit të cilët kanë fantazinë e duhur. Ja t'i kthejnë përgjigje, po më thonë, po më shkruajnë nga jashtë Shqipërisë, Kreshnik dil e njofto sepse nuk po na besojnë njerëzit. Ja po I shkruajmë njerëzve. Jemi live. Jeni të lutur t'ja shpërndani këtë video të gjithë Shqipërisë. Tashmë do t'ju tregoj ekipin I cili do t'jetë aty në çdo qytet Shqipërisë për të garuar në listat e mbyllura dhe të hapura të lëvizjes Adheu. Ligjin e kanë bërë ata, kanë vendosur ata, dhe ne nuk do t'i themi shqiptarëve që do të marrim mandatin për të formuar qeverinë, edhe pse e kemi të drejtën morale sot të dalim me kandidat për kryeministër, sepse garojmë të vetëm në të gjithë Shqipërinë. Unë do t'ju tregoj të gjithëve sot kush janë emrat në të gjithë Shqipërinë të cilët do të garojnë për lëvizjen Adheu. Dhe dua që t'i mbështesni, sepse janë heroj të vërtet, janë heroj të cilët nuk shkuan pas partive të vjetra, nuk shkuan pas mandateve, erdhën dhe nisën një betejë me diellin e ri që po shkëlqen, që është lëvizja Adheu, diellin të cilin ata duan ta injorojnë, por që do t'ja marrin përgjigjen shumë shpejt, është vetëm kohë e pakët. Djemë dhe vajzat jashtëzakonshëm, zonja dhe zotërinj, ju paraqes listën dhe kryesuesit e listave të lëvizjes Adheu në të gjithë Shqipërinë. Garojmë me 186 kandidat në të gjithë cepat e Shqipërisë. Voton diaspora, Shqipëria, Amerika, Europa, Anglia, Australia, të gjithë shqiptarët që kanë votuar, që janë regjistruar në KQZ, duhet t'i mbështesin këta heroj, të cilët vinë nga Shqipëria dhe nga diaspora, që do të bëjnë një betejë me kënetën 34 vjeçare të mashtrimit, të shpopullimit, me
formulën 34 vjeçare të mashtrimit që është të zgjedhim të keqen më të vogël. Ne jemi lëvizja Adeu, ne nuk do të pranojmë asnjë të keqe për Shqipërinë tonë, as të voglën, as të madhen. Kanë 32 vjet, 34 vjet, shkon njëra bandë dhe vjen banda tjetër, të njëjtët surretër, ju i pat listat, dhe Kreshniku jo më kot ju tha, për para një muaj, me datë 13 do të dalë dhe do ju tregoj se u shiren maskat, do të bien maskat e ranë, të njëjtët surretër, të njëjtët ftyra, të njëjtat thonjë, po shqyhen për mandatet e listave të sigurta. Ne naftuan të bëhemi pjesë e listave të tyre, por ne i refuzuam. Pse? Sepse ne kemi nisur një betejë më të madhe se sa aritmetika. Beteja jonë është frymë, fryma nuk është aritmetik. Më kanë thënë, Kreshnik, aritmetika nuk të lë kështu, aritmetika nuk të lën ashtu, matematika tregon kështu. Fryma nuk pyet për aritmetik. Aritmetika është ligj, por fryma është ligji më i madh i universit. Fryma është shkatëruese, fryma është uragan, fryma është furtunal, fryma është tajfun, fryma shkrin qelikun, shkrin metalet, është furrë që përcëllon çdo lloj teneqe të vjetër. Ne ecim me filozofinë e frymës, ne e njohim shumë mirë aritmetikën dhe nuk i injorojmë ligjet e fizikës, por ne besojmë tek fryma, ne besojmë tek kristali, ne besojmë tek atomi. Dashuria për Shqipërinë, vendimi për t'i dalë Zot Shqipërisë në këtë moment të jashtëzakonshëm historik është më i fortë se atomi, është më i fortë se sa çdo lloj llogarie tjetër. Ndaj ne dolëm vetëm në zgjedhje. Jo do të pranojmë të keqen më të vogël, sepse po iku e keqja më e vogël do të vi e keqja më e madhe. Demokracia e mirë apo diktatura e keqe, diktatura e keqe apo demokracia e mirë. Unë jam filozof vetë. Kam mbaruar teologji, filozofi, drejtësi, jam ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. I njoh mirë llojet e fjalëve, i njoh mirë filozofinë, e njoh mirë universin, e njoh mirë ligjet e qiellit dhe teologjinë, i njoh mirë ligjet e tokës dhe të universit, i njoh mirë lojën ndërkombëtare dhe nuk kemi asnjë llogari tjetër përveç se Shqipërisë. Shqipëria konservatore, Shqipëria e djathta e vërtet, e cila mban fort kolonat, e mbështetur tek uniteti kombëtar që shkon përtej të djathtës, që shkon tek gjithë bijt dhe bijat e kombit, të cilët mund ta quajnë veten të majt, por që ne na bashkon atë dheu. Kjo është lëvizja atë dheu. Ne na bashkon Shqipëria. Ne kemi sot nevojë për pajtim kombëtar, kemi nevojë sot për pajtimin e madh dhe ta çojmë kënetën të dalë në pension. Këneta ka dalë dhe ju ka shkatëruar jetët tuaja për 34 vite. Kënetës i ka ardhur fundi dhe ky është një vendim shumë më i madh se këneta. Këneta ka përfunduar. Tashmë është atë dheu që bashkon të gjithë bijt dhe bijat e veta. Kudo ku ata janë, mund të mos jemi të gjithë të djathtë, mund të mos jemi të gjithë konservator, por jemi të gjithë nën çatinë e atë dheut, sepse atë dheu është shtëpia e natyrshme për gjithë Shqipërinë, është dheu atë dhe dheu mën, për të cilit është frymëzimi, është frymarrja, është nostalgjia, është malli dhe prej të cilit u mbiu mishi, kocka, gjaku
dhe gjithçka që na përbën trupin ton, sepse është dheu atë, ai prej të cilit ushqyem në breza, dhe është ai ADN-ja jon si biologji, dhe është ai frymëzimi ynë si politik, të majt të djathtë, të qendrës, njerëz me vlera që besojnë tek Zoti, tek kombi, tek familja, tek prona që ja më e shejtë në botë. Ne jemi sot gjithë në çatin e lëvizjes së dheu. Të shkojmë tek emrat, se e di që ato po i prisni me shumë kuriozitet. Fillojmë sipas renditjes së listës së KQZ-s, fillojmë me Beratin, me që kemi renditje alfabetike, fillojmë me Beratin. E para në Berat është një zonjë e jashtëzakonshme, e cila do të vijë nga Irlanda, është Blerina Begani, është një zonjë e mrekullueshme, Blerina e cila vjen dhe do të jetë pjesë e listës fituese, apo pjesë e listës, apo pjesë kryesuese e listës së Beratit. Blerina është një zonjë e mrekullueshme që vjen nga një familje e mrekullueshme, që ka njerëz të mrekullueshëm rreth e qark, që ka një frymëzim dhe dashuri të jashtëzakonshme për Shqipërinë, dhe ajo ka mbaruar fakultetin e mjekësisë, do të vijë dhe shpresojmë që Blerina me të dytin e Beratit, Alban Muhametaj, të bëjnë një surprizë të mrekullueshme atje në Berat, dhe unë besoj se do ta bëjnë. Blerina vjen nga Irlanda dhe do të garoj për lëvizjen Adheu. E nisim, e çelim listën e Beratit me një grua, e çelim listën e Shqipërisë me një grua, me Blerinën ton të dashur, me Blerina Beganin, e cila do të drejtoj ekipin ton të Beratit. I urojmë dhe shpresoj që edhe ju të komentet të uroni se cilin prej kandidatëve edhe një shpjegim të rëndësishëm. Ne nuk presim të marrim qeverin, ne nuk synojmë të marrim 71 mandate, sepse nuk është ky momenti që t'i marrim ato, dhe ne i dim llogarit mirë. Ne do të marrim aq mandate sa bëjmë garancin për Shqipërinë, në mënyrë që të thyej monopolin bipolar, tripolar PSBD-LSI dhe veglat e tyre që i kanë hapur ata. Kështu që do ju prezantoj të parët e listave, ata të cilët dy të parët në përrethe, dhe listën e sigurt apo listën e mbyllur të Tiranës, dhe pastaj listën e hapur në një moment të dytë. I urojmë dhe uroj që ta bëni edhe ju. Blerina Begani dhe Alban Muhametajt, ndez e hapëm Shqipërinë me një zonjë, pra, me një grua, sepse ne besojmë tek fuqia e grave dhe besojmë tek fuqia e zonjave. Ato janë të jashtëzakonshme, gratë shqiptare të jashtëzakonshme. Ja besuam të parën e listës së Beratit, një zonjë të mrekullueshme si Blerina. Uroj unë dhe ju tek komentet të shoh sa do ta uroni Blerinën që të jetë fituese, dhe sa prej jush në Berat do ta votoni atë bashkë me Alban Muhametaj. Nga Blerina, nga Berati, shkojmë në qarkun e Dibrës. Edhe në Dibër vjen nga Pennsylvania, vjen Albert Mena, një njeri i jashtëzakonshëm, njeri i shkolluar, njeri i mrekullueshëm. Do të drejtoj qarkun e Dibrës Albert Mena dhe Romina Sefa, e cila edhe ajo është një zë i shkëlqyer, dhe besoj që Alberti dhe Romina do të bëjnë një punë të mrekullueshme dhe do të mbledhin votat e tyre dhe votat e lëvizjes Adheu në Dibër. Do të kryesojnë qarkun e Dibrës. Shpresoj që dibranët të shohin mirë emrat. Dibra bashkë me Albertin, bashkë me të gjithë miqtë e mi Dibran, gjej rastin t'i përshëndes sonte
sepse kanë qenë kolona vertebrale e lëvizjes atë dheu. Naimi ynë i dashur, Alberti, të gjithë këta djemë dhe burra dhe gratë mrekullueshëm, keni qenë tek themelet dhe nuk keni pranuar që lëvizja atë dheu të shëmbët. Kur kanë qenë stuhit e mdha, ju falemderit, drejtojeni lëvizjen atë dheu në qarkun e Dibrës. Ju uroj unë nga zemra dhe shpresoj që edhe komentuesit e shumët, ndjekësit e shumët, të shoh sa urime do të gjejmë për Albert Menën atje në Dibër dhe për ekipin e tij atje. Pra, i urojmë shumë suksese Albertit, i urojmë shumë suksese Rominës në Dibër fitore dhe shpresoj që t'ja zbardhni faqen lëvizjes atë dheu të gjithë ju shqiptar dibran të ndershëm, të cilët i keni dhënë shumë Shqipërisë. Shpresojmë të merrni vendimin e duhur dhe ta çoni votën për Albert Menën, njeriu e jashtëzakonshëm që vjen edhe ai nga Amerika për të kryesuar listën e lëvizjes atë dheu në Dibër. Shkojmë në Durrës, Durrësi ynë i dashur, Durrësi prej nga cili unë vi, unë si që dini e kam thënë gjithmonë, jam shumë krenar që jam një djalë Durrësi, jam dursak, shqiptarët janë mësuar, Shqipëria është mësuar që Durrësi është qytet indiferent, apo është qytet i tërhequr, apo është qytet që nuk bën shumë zhurmë, apo që rrinë të tërhequr. I përqafoj fort Durrësin që më rriti, Durrësin që më frymëzoi, Durrësin që më frymëzon me çdo milimetër të tij, Durrësi i dursakëve të urtë, Durrësi i prindërve të mi, ku ka lind baba dhe nona im, ku kam lind unë, Durrësi i Sefer Feniut, ku lind nëna ime, sot 73 vjeçare, Durrësi i Fisnikërisë, Durrësi i babës tim, Xhemal Osmanit, Durrësi i gjyshërve të mi, bashkë me shijakun, ku vinë stër gjyshërit e mi, apo brezi i tret i gjyshërve të mi. Unë nuk do t'jem në Durrës, sepse Kreshniku do të drejtoj garën e Shqipërisë, garën e lëvizjes atë dheu për arsye të protokollit, për arsye të politikës, për arsye të drejtimit të partisë. Unë do të garoj listën, do të drejtoj listën e Tiranës këtu, por kjo nuk do të thotë që në Durrës ta lëm Durrësin bosh. Durrësi do të ketë një djalë të jashtëzakonshëm, një djalë i cili nuk i pëlqen shumë dritat. Ai është nga miqtë e mëdhej të partisë, nga miqtë e mëdhej, nga miqtë më besnik, është qytetar dursak, vjen nga një familje dursake, është dursak. Ai do të kryesoj listën e Durrësit bashkë me një djalë tjetër të jashtëzakonshëm dhe një zonjë të jashtëzakonshme, 3 të parët e Durrësit bashkë me 4-ën, e cila është larg gjithashtu. I pari i Durrësit dhe shpresoj që dursakët ta nderojnë atë dhe votat e mia në Durrës t'ja japin të jashtëzakonshmit Alban Vidhit. Albani ka studiuar në Stamboll tregti ndërkombëtare dhe menaxhim paraje. Është një djalë i pak lodhur, i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. Është një mrekulli, burr dhe djalë nga një familje e mrekullueshme. Ai Albani do të drejtojë listën e Durrësit bashkë me një djalë të ri, të jashtëzakonshëm, që është Mirsab Tafaj, një inxhinier programues IT, një programues kompjuterik, një gjeni, djali i Rezarti Tafaj dhe Drilona Tafaj, 2 prindër të jashtëzakonshëm, qytetar dursak, njëri një inxhinier software
tjetra, nëna e tij farmaciste Drilona, kanë rritur një djalë të jashtëzakonshëm, kanë rritur një djalë të mrekullueshëm. Mirsabi do të jetë i dyti në listën e Durrësit bashkë me Albanin dhe bashkë me ta do të jetë gjithashtu zonja e nderuar Malvina Fusha dhe Stella Laçka, dy zonja të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, punëtore, shqipëridashse, një pjesë e madhe janë fytyra të cilat njihen në rrethe të caktuara në Durrës, vinë nga menaxhimi i biznesit dhe menaxhimi i turizmit dhe besoj që kjo kaqe simpatike, Alban Vidi, Mirsab Tafaj, Malvina Fusha, Artur Sefa dhe Stella Laçka në Durrës. Artur Sefa është gjithashtu një personazh i jashtëzakonshëm i cili vjen nga bankat, është një bankier, vjen nga bankingu, nga fushat e bankave, është në Shtetet Bashkuara të Amerikës për momentin dhe ai do të jetë gjithashtu në listën e 4 të parët e Durrësit. Shpresoj që të gjithë t'i urojmë edhe Albanit dhe stafit të Durrësit, ekipit të Durrësit, t'i urojmë një fitore spektakolar. Shkojmë në Elbasan, do të jetë një person që unë kam shumë për zemër, Eldi Bajrami, është duke përgatitur PhD-n, është një ekonomist ekselent, një djali urt, një çam i Elbasanit, ai i cili do të kryesoj listën në Elbasan, djali i jashtëzakonshëm që nuk ka munguar për asnjë ditë në sheshin Skënderbej, në Elbasan dhe kudo ku ka patur nevojë, lëvizja dheu, natën dhe ditën, në të ftohtë, në shi, në rebesh, do të shkoj dhe do të garoj i pari në Elbasan, bashkë me Enes Karajin, Marsida Gjafën, do të jenë drejtuesit e lëvizjes Adheu dhe kryesuesit e listës së lëvizjes Adheu në qarkun e Elbasanit. Edhe Enesi Karaj vjen nga një familje e mrekullueshme bashkë me Eldin dhe Marsidën dhe besoj që do të kenë përkrahjen e popullit e Elbasanit për të bërë surprizën dhe për të na sjellë mandatin nga Elbasani. Unë besoj që Elbasani do t'i mbështes dhe ne do t'i mbështesim dhe ju të gjithë do t'i mbështesni. Shqipëridashës të mëdhej, njerëz të kauzave, njerëz të çështjes kombëtare. Në Fier, shkojmë në Fier, listën e Fierit do ta drejtoj i mrekullueshmi Luan Bendo, një njeri i jashtëzakonshëm, një njeri i mrekullueshëm i cili do të shpreh edhe ai vullnetin e tij për të qenë i pari në listën e Fierit, njeri që ditën e ka bërë natë, natën e ka bërë ditë, i përkushtuar prej viteve me lëvizjen Adheu, i jashtëzakonshëm, njeri i sakrificës, qytetar i thjesht, fierak, intelektual, që beson tek Shqipëria, beson tek kombi, beson tek Adheu. E dyta në rast në qarkun e Fierit do të jetë një zonjë, ajo është zonja Mariola Jakupi, ajo do të jetë e dyta në qarkun e Fierit. I urojmë Mariolës, edhe ajo vjen nga fusha e mjekësisë, edhe zonja Mariola Jakupi, edhe ajo një zonjë e jashtëzakonshme, përveç se beson tek Shqipëria, është një besimtare në Zot, është një besimtare e cila është e përkushtuar dhe unë e përgëzoj atë, dhe ajo ishte dhe do të jetë aty e rjeshtuar në krahun e duhur të historisë, për t'i treguar dhe për t'i dhënë mesazhin të gjithë Shqipërisë se vlerat, besimi në Zot nuk janë dhe mbulesat e kokës nuk janë për të mbuluar llumin e politikës dhe të establishmentit 30 vjeçar, por janë për të rjeshtuar në anën e Shqipërisë. Ky është besimi, kjo është fuqia e besimit. Politika shqiptare kanë nisur çakejt e vjetër duke përdorur kishat dhe xhamit, duke përdorur vajzat e mbuluara me shani për të bërë politik
madje i kanë futur edhe në listat e tyre për të garuar si deputet, duke qenë që Lëvizja Adeu është shtëpia politike e gjithë shqiptarëve, ku vëllezër dhe motra krah për krah njëri tjetrit, muslimane, ortodoks, katolik, e protestant, e çfarëdo që t'jenë, por që besojnë tek Shqipëria dhe tek projekti ynë, zgjodhëm t'i japim një përgjigje sharlatanëve të cilët e përdorin fen për biznes, e përdorin mbulesën e kokës për biznes politik, që ata që besojnë në Zot dhe japin leje establishmentit për të shpartalluar Shqipërinë, duhet të korrigjojnë llogaritë e tyre. Ata që besojnë në Zot nuk mund t'jenë cover, nuk mund t'jenë mbulesë për rrëllumin, për shkatërimin, për Beogradin, për shpopullimin, për falimentimin, dhe unë uroj dhe dua që ju ta uroni dhe të na tregoni se do ta votoni treshen simpatike në fier Luan Bendo, Mariola Jakupi dhe një djalë i mrekullueshëm, inxhinier IT nga Lushnja, Elton Prendi. Elton Prendi do t'jetë i treti në qarkun e Fierit, ai do t'jetë nga Lushnja. Treshja Luan Bendo, Mariola Jakupi dhe Elton Prendi, djali i Kristaq Prendit nga Lushnja, një djali i përkushtuar i cili interesohet vazhdimisht për hallet e qytetit Lushnjës, më ngacmon natën dhe ditën dhe bën plane se si ta rregulloj qytetin e Lushnjës, shpresoj që t'i jepni dorën Elton Prendit. Shkojmë në Gjirokastër me avokatin e mrekullueshëm, i cili do të garoj në qarkun e Gjirokastërës. Ai është avokati Eduard Jani, një mbështetës i Lëvizjes Adeu prej viteve të gjata, një njeri i urtë, një përmetar i jashtëzakonshëm që e njeh mirë zonën e Gjirokastërës, të Përmetit, e njeh mirë rajonin, human i madh, njeri i urtë, njeri i dashur, ka jetuar në emigrim për një kohë në Norvegji, tashmë është kthyer në Shqipëri, do të drejtoj listën juristi dhe avokati Eduard Jani, do të drejtoj listën tonë në qarkun e Gjirokastërës. Uroj dhe shpresoj që këtij njeriu të mirë, këtij patriotit të madh t'i jepni dorën, dhe kush ka vota për Kreshnik Osmanin në çdo cep të Shqipërisë, t'u jap njerëzve të tanë që unë po a citoj emrat më sipër. Në Durrës, në Tiranë, në Dibër, në Kukës dhe kudo. Votat e Kreshnikut jepjani atyre në qarqet tuaja, sepse ata janë njerëzit tanë të besuar. Shkojmë në qarkun e Korçës. Korça është qytet i dashur, Korça e serenatave, Korça e artit e kulturës, Korça jonë e dashur, unë jam edhe dhëndër Korçe, e duam shumë, e kush nuk e do Korçën. Korça është emocion, Korça është dashuri, Korça është qytetari, është klasë, e gjithë Shqipëria, si e gjithë Shqipëria. Unë kam një surprizë të mirë për ju, i pari i listës së Korçës, të parët e listës së Korçës, që do të drejtojnë këtë qytet të jashtëzakonshëm. Ja kemi besuar e njeriu të cilin ju e njihni shumë mirë, një familje të jashtëzakonshme korçare, një njeriu fisnik, një qytetari të jashtëzakonshëm, një artisti ekselent, shqiptarit mirë, të urtë, i cili është antarësuar në Lëvizjen Adeu live në televizor, duke bërë intervistë. Qarku i Korçës drejtohet nga një treshe simpatike e jashtëzakonshme, e cila do të bëjë një rezultat të jashtëzakonshëm në Korçë. Është i pari i listës së Korçës, artisti, njeriu i madh, njeriu i mirë që unë e dua shumë, i cili është emocionuar gjatë intervistave që ka bërë me mua
vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është ai që ju e doni shumë, Ilir Borova. Borova, i cili ka bërë emisionet e jashtëzakonshme që kemi folur, kemi intervistuar. Ilir Borova kryeson qarkun e Korçës bashkë me një gjeni tjetër dhe një superzonjë tjetër, që është Misto Tiko. Misto Tiko dhe Ilir Borova kryesojnë qarkun e Korçës, të dy vinë nga SBA-t, zbarkojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vinë për të marrë me Korçën dhe më kanë marrë në telefon. Do të tronditet Korça, Ravoniku, Goskova, Porodina, nga emrat që kemi sjell. Janë njerëz të jashtëzakonshëm, nuk shkuan tek partitë e mëdha, por erdhën tek lëvizja e Dheu. Misto Tiko, një gjeni i rrallë të cilin do t'ju tregoj më pas, do t'jeti i dyti në listën e Korçës, bashkë me një psikologe të jashtëzakonshme, Ermelinda Muhaj, do t'jenë në kryesuesit e qarkut të Korçës. Unë besoj që këto emra, këto njerëz, këto figura, Korça do t'i besoj. Do t'i besoj dhe ka për t'i besuar fuqishëm. Dhe në qoftë se dilni dhe thoni, pas Ilir Borovës, Misto Tikos dhe Ermelindës, që ne dua japim atyre të Kënetës, sepse nuk kishim kujt ja jepnim tjetër, tashmë ja ku i keni emrat. Në qoftë se ka njëri mundësi të hedh bloz mbi Borovën, le të guxoj, le ta bëj tani. Përndryshe, shkoni, votojeni masivisht. Luan Ilir Borovën, Misto Tikon dhe Ermelinda Muhaj, psikologen e tonë në Korçë. Kjo është treshja që drejton listën e Korçës. Shkoj me njëherë në Kukës, Kuksi i dashur, Kuksi i burnis, Kuksi i nderit, Kuksi që unë e dua shumë, ku kam ndenjur gjatë, ku kam miq të mëdhej. Lista e Kuksit do drejtohet nga i mrekullueshmi, djali i mrekullueshëm, një kimist i jashtëzakonshëm që vjen nga shkencat e natyrës në Tiranë, është Nimet Darsi. Darsët janë një familje e mrekullueshme, njerëz të jashtëzakonshëm, njerëz të cilët asnjëherë nuk kanë bërë sikur nuk e kanë parë lëvizjen e Dheu. Darsët janë njerëz të jashtëzakonshëm, i dua shumë, Nimetin, Tasimin, të gjithë besnikun, besin ton të dashur, për asnjë minutë nuk na kanë lënë vetëm në fushatën e mbledhjes firmave, në kohrat e stuhive të mëdha, kuksian të burnis, të besës, të nderit, të burnis, të vendosmërisë, që duan Shqipërinë, dua që votat e Kuksit të shkojnë Nimet Darsit, Kuksi, Hasi, Tropoja, të votojnë për dy djemë të mrekullueshëm, Nimet Darsi, i cili jetoi 10 vite në Londër, me mund, me gjak, me djers, si gjithë shqiptarët e tjerë, të cilët u përpoqën, tashmë vjen në Shqipëri, vjen për të drejtuar listën e lëvizjes Dheu në Kukës. Shpresoj që Kuksi ta mbys me vota këtë njeri kristal, këtë familje kristal, këtë mbiemër kristal, të cilin unë e dua shumë, e respektoj shumë, dhe sonte për herë të parë ja shpall respektin dhe dashurinë dhe vlerësimin e madh publikisht, jo vetëm atij gjithë stafit, por Nimeti është nga metalet e ralla, bashkë me gjithë darsët e tij, dhe unë shpresoj që të mos thoni në Kukës nuk kishim kujt ja jepnim votën, por ta mbështesni fuqimisht Nimet Darsin, bashkë me Granit Gjonin, njeriu me origjinë mrekullueshme, Granit me origjinë nga Tropoja, të cilët do të drejtojnë
qarkun e kuksit. Unë shpresoj që do të jepni mbështetjen tuaj dhe shpresoj që Nimetin dhe Granit Gjonin do të jepni dorën dhe do të jepni mbështetjen tuaj të plot. Shpresoj që ta shoh edhe tek urimet mbështetjen tuaj dhe urimet tuaja për Nimet Darsin dhe Granit Gjon. Në Lezhë kemi dy emra të jashtëzakonshëm gjithashtu, Ilir Perdoda dhe Azra Vucaj. Azra Vucaj dhe Ilir Perdoda do të garojnë të parët në qarkun e Lezhës. Shpresoj, Iliri është një djalë i mrekullueshëm gjithashtu që vjen nga Gjermania, do të garoj dhe ka qenë gjithmonë në prani, pranë lëvizjes Adeu prej viteve, qëndron, mbështet, uron, bën sa mundet dhe nuk ka lënë lëvizjen Adeu për asnjë minutë të vetme, bashkë me Azra Vucaj, e cila vjen gjithashtu në Lezhë si një vajzë që përfaqëson brezin e ri, brezin e jashtëzakonshëm të cilit duhet t'i japim një mbështetje. Azra është gjithashtu një vajzë e mrekullueshme, e cila vjen dhe ajo nga sektori i mjekësisë dhe i infermierisë, nga Luish Gurakuqi i Shkodrës. Shpresoj që Ilirin dhe Azrën në Lezhë t'i jepni besimin tuaj. Shkojmë në Shkodër. Shkodra jonë e dashur, Shkodër Loqja, Shkodra e humorit, Shkodra e qytetarisë, Shkodra e kulturës. Shkodër Loqja, kena me bo njoftimin, por Shkodra është i fije me spec, sepse e gjithë Shqipnia i ka sytë në Shkodër, qa do të ndodhë në Shkodër, ndaj dhe ne kemi bërë matje shumë të imta në Shkodër dhe jam thellësisht i bindur se kemi bërë zgjedhjen e jashtëzakonshme, zgjedhjen e mrekullueshme, zgjedhjen më të mirë të mundshme me një zonjë juriste të jashtëzakonshme, me një zonjë ashtu si në qarkun e Beratit, me zonjën Beganji, edhe Shkodra do t'ja lëm në duart e një gruaje fisnike, një avokateje të shquar, një familje e jashtëzakonshme, një familje qytetare shkodrane, e cila besoj gëzon respekt të madh në Shkodër, gëzon një vlerësim në qarqet kulturore, akademike të Shkodrës. Qarku i Shkodrës, ashtu si Berati që ja lam zonjës Blerina Beganji, qarkun e Shkodrës lëvizja Adeu ja ka besuar zonjës Lindita Gjurkaj Kraja. Zonja Kraja, familja Kraja, është familje e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, është juriste zonja Lindita. Linditën shpresoj ta mbysni me mbështetjen tuaj, sepse nuk keni asnjë justifikim. Ajo do të drejtoj dhe do të na sjell mandatin e deputetes si gjithë të parët, një lloj si Borova me Mistotikon në Korç, një lloj si zonja Beganji me Albanin nga Berati, një lloj si Luan Bendo me Mariola Jakupa nga Fieri, bashkë me Elton Prendin, edhe zonja Lindita Gjurkaj Kraja. Zonja Kraja do të na e sjell, jam i bindur me mbështetjen tuaj, do të na e sjell mandatin pa diskutim nga Shkodra, sepse shkodranët nuk kanë më mundësi të thonë që ne nuk kishim kujt ja jepnin. Zonja Lindita Kraja do të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme nga qyteti i Shkodrës dhe unë shpresoj që gjithë Shkodra, bashkë me dashamirësit tanë atje, ekipit ton në Shkodër, të kryesuar nga juristja Lindita Kraja Gjurkaj, bashkë me
të dytin e listës që është zoti Artan Vucaj, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Adeu, Shkodrani Vucaj, mik i hershëm, i imi, mik i vegjelisë time, i cili nuk e ka problem as të më shokoj me besnikëri, as të më shokoj në zhgënjim, sepse miqt e fëmijërisë nuk kemi mundësi kur t'i taksojmë ashtu siç i taksojmë të gjithë njerëzit e tjerë, ata mbeten gjithmonë në zemër, edhe kur duan, edhe kur zhgënjejnë. Ky është status i veçantë, janë miqt e zemrës, miqt e fëmijërisë, të cilët nuk kemi asnjë mundësi t'i mbajmë. Artani është një djalë i urtë, me vlera, bashkë me Lindita Krajan dhe me një emër të tretë, të jashtëzakonshëm, që është një djalë i ri, një mjek ekselence, Igli Hoxhaj, i treti i qarku të Shkodrës, ka mbaruar studimet për mjekësi me nota ekselente, fitues i olimpiadave, mjek i ri nga një familje e mrekullueshme. Igli Hoxhaj është i treti në listën e Shkodrës, apo në atë që ligji e quan lista e mbyllur, apo lista e sigurt, apo lista sipas ligjit paçavures që ka bërë Gjiknuri me Bylykbashin, kësaj paçavure juridike dhe ligjore, unë shpresoj që Lindita avokatja e shquar, juristja e ndershme, juristja qytetarja e nderuar Lindita Kraja Gjurkaj, me Artan Vucaj, me mjekun e jashtëzakonshëm Igli Hoxhaj, i cili është ende shumë i ri, por që ka ambicje të jashtëzakonshme për të marrë me politikë, është një student ekselence, mjek, edhe ai është i treti bashkë me Evis Bashën. Evis Bacha vjen nga Gjeneva, nga Zvicra, do të jetë e katërta e listës së Shkodrës, bashkë me një emër tjetër të jashtëzakonshëm, një qytetare, siç është Fatjeta Barbullushi, këngëtarja zonja Fatjeta Barbullushi, bashkë me këtë ekip special, do të na sjellin një surprizë nga Shkodra, jam shumë i bindur, sepse unë nuk besoj që shkodranët mund të gabojnë dhe të injorojnë emra të tillë, zëra të tillë, qytetari të tillë, kulturë të tillë, besnikëri të tillë, unë nuk besoj se do të mundeni t'i injoroni. Edhe njëherë, lista e Shkodrës drejtohet nga një grua, sepse ne Lëvizja Adeu besojmë të gratë fuqimisht, ndaj dhe u kemi lënë drejtimin e qarqeve, si Shkodra, Berati. Nuk jemi ndoshta në nivelet që kërkohet, por dy qytetet të rëndësishme ja kemi lënë të drejtohen nga gratë. Shkodra drejtohet nga juristja Lindita Gjurkaj Kraja, Artan Vucaj, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Adeu, mjeku i ri, ekselenti Igli Hoxhaj dhe zonja ekonomistja e shquar Evis Basha, që vjen nga Gjeneva, nga Zvicra. Ajo do të jetë e treta bashkë me Fatjeta Barbullushin, që do të jetë gjithashtu në listën e Shkodrës, këngëtarja, njeriu i dashur për shumë nga qytetarët e Shkodrës. Tani shkojmë në Tiranë. Nuk do ju mbaj më, e di që u lodhët, por janë momente historike që nuk përsëriten çdo ditë. Listën e Tiranës e drejton miku juaj Kreshnik Osmani. Unë, për nga simbolika politike, kam vendosur të drejtoj listën e Lëvizjes Adeu në qarkun e Tiranës, që do të thotë Tirana, Durrësi, e gjithë Shqipëria, Shkodra, Kuksi, Elbasani, Kavaja, Rogozhina, Fieri, Lushnja, Gjirokastra, Tepelena, Përmeti, të gjithë. Votoni listat tona atje, kandidatët tanë atje,
por ngrijeni telefonin që të bëjmë surprizën e Tiranës. Tirana ka një listë të jashtëzakonshme, të cilën do ju a prezantoj tani shumë shkurt. Ju kërkoj ndjes, nuk do ju marr shumë kohë dhe i kërkoj ndjes emrave në listë që unë do të paksoj diskutimin me superlativa, sepse unë mund të flas nga 1 orë për secilin nga emrat. Por për të mos e zgjatur shumë, unë do t'ju përmend shumë shkurt, sepse lista e Tiranës është e gjatë, është me kualitete të jashtëzakonshme dhe unë dua t'i çoni në parlament dhe të mos thoni nuk na sollët një ofertë. Mos të besoni më mashtrimin e madh që quhet e keqja më e vogël. E keqja më e vogël është një rrenë, e keqja më e vogël është një mashtrim. Nuk ka të keqe të vogël kur janë këto emra në fush. Kush janë emrat Kreshnik? Unë po ju a tregoj. Drejton listën e Tiranës Kreshnik Osmani, miku juaj, ky njeriu i cili modestisht është miki juaj prej vitesh dhe prej viteve të gjata bëj një betejë çdo natë. Çdo natë. Nuk pranova t'i dorëzohem atyre, sepse besova në Zot dhe besova tek ju. Ju jeni sfida jonë. Unë ju besova, do të shoh besimin tuaj të cilin na e dhat, bujarisht duke na mbështetur me firma, që të shkojmë kokë lart përballë KQZ-s dhe t'i dorëzojmë, do ta shohim ditën e votimit. Do t'ju tregojmë tani se si do ta nisim organizimin ton të madh. Lista e Tiranës drejtohet nga Kreshnik Osmani. I dyti në listë është doktor Edmond Dano, nën kryetari i partisë, miku im i madh, njeriu i mrekullueshëm, i cili ka ardhur edhe ai nga Kanadaja prej 3 vitesh dhe bën betejën tonë këtu në Shqipëri. Doktori është mjek, sot i shërben qytetarëve si mjek, por na shërben edhe ne dhe Lëvizjes Adheu uroj që të na votoni dhe të na çoni Edmondin në parlament bashkë me Kreshnikun, bashkë me të tretën e listës, që është mikesha jonë, mbështetësja jonë, edhe ajo një mjeke, një neurologe e jashtëzakonshme, një njeri thesar, me shumë specializime, një njeri që është specie në zhdukje dhe i kërkoj shtetit shqiptar që ta marrë doktoreshën tonë, ta ruaj me kujdes, sepse ka disa specializime në të cilat ajo është nga të paktit në vend që i njeh mirë. Po më thonë, Kreshnik, ç'ne kjo partia juaj ka kaq shumë doktor? Nuk e di, por mjekët janë afruar shumë me këtë parti, edhe pse mjekët nuk para merren me politikë. E treta e listës tonë do t'jetë doktoresha Dashamira Agolli. Dashamira është mbështetëse e jona prej ditëve të para, është një zonjë, një mjeke e mrekullueshme në Tiranë, e cila do t'jetë e treta në listën e Tiranës. E katërta në listën e Tiranës është gjithashtu një zonjë, por e re në moshë, është një psikologe që është Saida Hasmuqa. Saida Hasmuqa është një psikologe, një nën e re, një që përfaqëson brezin e ri, që përfaqëson njerëzit e ri, ka marrë në listën e Lëvizjes Adheu vendin e bashkëshortit saj, nën kryetarit Lëvizjes Ferdinand Hasmuqa, dhe ajo do të garoj e katërta në listën e Tiranës. Është një psikologe që meriton, shefja jonë e përgjithshme e merr falënderimin në fund fare, shefja organizative e gjithë kësaj loje të madhe, po më thot shefja këtu, ministri i punëve të përbrendshme, është pjesë e stafit tim, por siç u kam premtuar nuk do të ketë kurrë një post. Ajo është Albana ime, Albana e dashur, gruaja e ime e shtrejt, e cila siç u kam premtuar, po më thon stafi këtu, falenderoja Albanën se është një heroin, nuk harroj ta falenderoj Albanën, por siç u thash, Albana e merr falenderimin në fund
dhe jo si e fundit, por si e para në fund. Albana, si që thash, ka qenë kolona vertebrale e kësaj, dhe kush nga ka ndjekur në shesh e din se çfarë peshe ka mbajt ajo grua prej hekuri. Është zonja ime e shtrenjtë, e cila si që ju kam premtuar, nuk do të ketë kur një post publik, nuk do të ketë kur një mandat deputeti, nuk do të ketë kur asnjë detyrë zyrtare, sa kohë Kreshniku do të merret me politikë. Ajo ka zbarkuar nga Washingtoni, nga Washington DC-ja, dhe prej 15 viteve bën një betejë prej hekuri, një grua e hekurt, jo se është grua e ime, ajo nuk do të jetë në asnjë listë, ajo nuk do të mbaj kur një post, ajo nuk do të shpërblehet kur me asnjë post, me asnjë detyrë publike. E falenderoj nga zemra në emër të gjithë stafit, i cili e njeh, e kupton dhe e ka parë me sy çfarë sakrifice ka bërë kjo grua e jashtëzakonshme, çdo ditë e para, çdo ditë me sakrificat jashtëzakonshme, ka qenë generatori i gjithë këtij suksesit të madh, frymëzimi i tij, arkitektja e tij, ka qenë shef organizativ i gjithë kësaj fushate. Albana meriton dhe ajo në emrin e stafit e falenderoj shumë zonjën time, gruan time, e cila çdo firmë e ka shkruar me dorën e saj, e ka mbledhur me dorën e saj, i ka takuar njerëzit një për një, i ka marrë kartat një për një, i ka fotokopjuar një për një, i ka marrë në telefon një për një, i ka përshëndetur një për një. Pa Albana nuk do t'ja dilnim. Dhe kjo jo për t'i bërë respektin dhe vlerësimin, por do të ishte pa mundur një fitore e tij, pa mbështetjen e kësaj zonje prej hekuri. Unë nuk flas më dot për të, sepse dëshmia ime është e komprometuar për bashkëshorten time, por ajo është pa asnjë diskutim arkitekt dhe shtylla kurrizore e gjithë kësaj arritje dhe gjithë këtij suksesi. Dhe siç ju kam thënë gjithmonë, ajo nuk është aty dhe nuk ka për të patur kur një post publik, apo nuk ka për të garuar kur për një mandat deputeti, për sa kohë Kreshniku është në politikë. Kalojmë pas Dashamira Agullit dhe Edmond Danos, miku tim të shtrenjtë, në kryetarit partisë, dhe miku tjetër të shtrenjtë Ferdinand Asmushës, i cili ka lënë zonjën e tij në respekt të saj, psikologen Saida Hasmuqa, e cila është e 4 në listën e Tiranës. Vjen i 5 në Tiranë Ilir Haveriku nga Kavaja, inxhinier ndërtimi, e kush nuk i njeh Haverikët e Kavajës, e kush nuk i njeh në Kavaj familjen Haverikëve, kush nuk e njeh këtë familje të mrekullueshme, Iliri do të jetë atje. Iliri do të garoj për lëvizjen Adheu në Kavaj, është i 5 i listës Tiranës. Pas tij vjen Albert Neziri nga Kamza, një njeri që vjen nga kriminologjia. Kujdes, kriminologjia është aty brenda listave, shikon, ndjek me kujdes. Albert Neziri do të jetë i 6 në listën e Tiranës me lëvizjen Adheu. Numri 7 i Tiranës është një juriste e jashtëzakonshme, është zonja Bruna Musaraj. Bruna do të jetë e 7 në listën e lëvizjes Adheu. Bruna Musaraj nuk është vetëm një juriste, ajo është pinjolle e një familje e cila i ka dhënë shumë lëvizjes Adheu, e ka ndihmuar, e ka mbështetur fort lëvizjen Adheu, gjej rastin. Falenderoj shumë Sokol Musaraj për mbështetjen e jashtëzakonshme. I uroj Brunës gjithashtu, kësaj juriste të mrekullueshme nga Tirana, sukses dhe fitore, dhe dua që ta mbështesni
të gjithë brunën. E di që ka shumë emra, të cilët mundet të ishin më para dhe më mbrapa. Unë kam bërë më të mirën që mundesh. Do të shkojmë tek emri i 8 në listën e Tiranës. I 8 i listës Tiranës është inxhinier Sajmir Lamçe, njeri jashtëzakonshëm, inxhinier, mjedisi, një tru, një gjeni, i cili na këshillon, na asiston, na mbështet prej viteve të gjata. Sajmiri është nga pikat e mia dopta, njeri që unë e dua shumë. Është i 8 në listën e Tiranës. Ai shpresoj që do të marrë mbështetjen tuaj të madhe. E 9 dhe jo për nga rëndësia, por sepse të tilla janë rrethanat e llogarive elektorale. E 9 jo për nga rëndësia, sepse është më e rëndësishme se sa 9, është një gazetare e jashtëzakonshme të cilën ju e njihni, një rebele tipike. E 9 është Eva Idrizlari, është gazetarja që e njihni të gjithë. Ajo shpresoj të marrë mbështetjen tuaj. Eva është një gazetare rebele, e cila ka qenë ndër të parat që ka hapur dyert e mediave atëherë kur nuk njihej Kreshnik Osmani. Eva e ftonte Kreshnikun dhe u përballte me presionin në rritje të pronarëve të medias. Unë shpresoj dhe i uroj Evës sukses dhe unë besoj që Eva si një rebele ta vazhdoj, ta vijoj betejën e saj si një rebele tek lista e Lëvizjes Adheu. Unë besoj dhe shpresoj që Evën, e cila është bojkotuar sot nga establishmenti mafioz i Tiranës, i cili punon me konjunktura, shpresoj që të jepni një mbështetje të jashtëzakonshme Evës dhe ajo me mbështetjen tuaj të zgjedh, të bëj dhe të vijoj betejat e saj të nderit, betejat e saj kundër establishmentit, betejat e saj kundër llumit dhe kënetës 34 vjeçare të Shqipërisë. I 10 në listën e Tiranës është doktor Mirel Idrizi. Doktor Mirel Idrizi është gjithashtu nga mjekët e mrekullueshëm, i cili shërben edhe njerëzve, edhe ne. Doktor Mirel Idrizi do të jetë i 10 në listën e Tiranës. Desart Bregasi, gjithashtu edhe ai vjen nga Londra, është një inxhinier dizajnimi, edhe Desarti do të jetë një nga emrat interesant që do të spikas dhe besoj dhe i uroj shumë suksese. E 12 në listën e Tiranës, apo në atë që quhet lista e mbyllur, është Suzana jon e dashur, është Suzana Qefalia. E kush nuk i njeh, tironse e vjetër, tironse që na ngop me dashuri, tironse që na ngop me shpresë, tironse si vetë Tirana, tironsat ëmbël, tironsat dashur, tironsat mrekullueshëm, të cilët e kanë hap dyert për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për ne. Zana jonë e dashur është marrë gjithë jetën me administrim, biznesi, është marrë me angazhime nga më të ndryshmet. Zanës i uroj suksese në vendin e 12. Më pas fillon lista e hapur, ku ka edhe aty një sasi të madhe njerëzish të jashtëzakonshëm, të cilët do t'ju tregojmë në ditët në vijim. Ju a thash, nuk janë më pak të rëndësishëm, por e tillë është loja, e tillë është gara. Disa duhet të jenë më përpara, disa në një front më mrapa, por të gjithë jemi në një front. Është Ermali brenda, Ermal Bega, është Samuel Laze, një djalë i mrekullueshëm, student mrekullueshëm, të cilën na kanë asistuar. Është Mariene Rama,
Jashtëzakonshëm gjithashtu e falenderoj shumë Marienin. Është Anila e mrekullueshme. Dhe gjithë të tjerë të cilët na kanë mbështetur dhe vazhdojnë të na mbështesin bujarisht. I përshëndes dhe i përqafoj dhe shpresoj që të marrin mbështetjen tuaj të madhe në ditët në vijim, do të ndjekim apo do të njiheni edhe me emrat e tyre. Për të shkuar më pas në Vlorë, ta mbyllim me Vlorën, edhe Vlora do të ketë një ekip simpatikësh. Vlora do të drejtohet nga njëri që ka shije të jashtëzakonshme, një njëri që funksionon, vjen nga bota e biznesit, nga bota e dizajnit, nga bota e fantazisë, nga bota e arkitekturës, nga bota e stilistikës, nga bota e artit, nga bota e kulturës, nga bota e një pjesë të njerëzve të cilët ne nuk i kontaktojmë dot çdo ditë. Ai hyn tek ata, hyn me mjeshtrinë e tij, hyn me artin e tij, hyn me biznesin e tij, hyn me punën e tij. Kohët e fundit po sjell disa të reja. Ai është një sipërmarrës dhe një stilist me banim në Itali. Është një njeri i jashtëzakonshëm, vlera të jashtëzakonshme. Nertil Boraj do të drejtoj listën e Korçës, listën e Vlorës, më falni. Nertili ka dalë shpesh herë në televizionet e Tiranës, një njeri i kuruar, një njeri i cili flet pak dhe mendon shumë, është sipërmarrës, vjen nga Italia dhe do të drejtoj qarkun e Vlorës. Gjithmonë kemi thënë, nëse ka zgjedhje, ne do të luajmë nëse ka zgjedhje, sepse po vjen një stuhi e madhe, por unë nuk flas dot në emër të stuhisë, sepse unë nuk e përfaqësoj stuhin. Unë jam një njeri thjesht që po më thyen kockat bashkë me ju këtu. Po më thuen, dhe unë e kam bërë një libër që ju e dini, është libri Stuhia e thyer. Stuhia do të thyet. E di ku është libri, e di. Pra, Kreshniku nuk e di. Këta janë, ka zbarkuar Amerika ke listat e Adheut. Ka zbarkuar janë të parët në lista. Ka zbarkuar Europa, ka zbarkuar Anglia. Janë njerëz të cilët nuk i kontrollojnë dot hienat e Tiranës, as i trembin dot. Pse? Sepse kanë vënë bukën e kalamajve me djersën e ballit. Nuk janë zorraxhin të establishmentit që shiten për një kredi apo për 2 kredi. Ata janë herojt që do të vinë nga Amerika, nga Europa, do të shpëtojnë Shqipërinë. Nuk e bëjmë dot ndryshe. Nertil Boraj drejton Vlorën bashkë me një inxhinier software, mik i imi, Marcel Sotiri, i cili do të jetë i dyti në qarkun e Vlorës. Marcel Sotiri është një inxhinier software, një tru i cili bashkë me Nertil Boraj e keni parë në për studiot e Tiranës, kërkojeni në Google, është një njeri shumë i hidhur. Kërkojeni, gërmojeni, se do të gjeni shumë për të. Nertili bashkë me Marcel Sotirin, këtë inxhinier software, do të jenë në krye të listës lëvizjes Adheu në Vlorë, bashkë me Lavdije Deraj, një juriste e mrekullueshme, dhe me Ermelinda Gjebron, drejtojnë kjo katërshe simpatike qytetin e Vlorës. Shpresoj që Vlora të na sjell mandatet e Vlorës me këto emra të mrekullueshëm, të cilët nuk ka fuqi në Shqipëri t'i bëj pis. Këto ishin emrat. Drejtuesit dhe kryesuesit e lëvizjes Adheu. Falenderoj edhe një zonjë tjetër që quhet Lida. Lida ka qef të rije dhe ajo në hije. Ka shumë njerëz që rrinë hije. Lidën e falenderoj. Lida ka qenë kontributore
mbështetëse ka fjetur në karrige, ka fjetur mbi tavolin, mbi truez, bashkë me zonjën time, net të gjata, derisa nuk shkruan të më lapsi, i zinte gjumi bikarige deri në 3 natës, deri në 4 të mëngjesit. Zonja prej hekuri, pa të cilat nuk do t'ja kishim dalë. Lida faleminderit, Zana faleminderit, Anila faleminderit, të gjitha ju zonja të mrekullueshme që keni qenë pjesë e këtij rrugtimi, jam shumë krenar për ju. Ju kërkoj shumë ndjes nëse unë jam i pafuqishëm për të qenë në nivelin e asaj që na keni dhënë, por jam thellësisht i bindur që tashmë shqiptarët, nëse ka zgjedhje, sepse stuhia mund t'i shkatërrojë të gjitha dhe mund t'i marrë përpara shumë shpejt, por ne nuk i dim këto gjëra, sepse ne jemi të vegjël, ne jemi njerëz të cilët nuk shkojmë shumë lart. Ne kemi informacionet kufizuara në nivelet të larta, por ne jemi të sigurt për një gjë, që ka burra të mëdhej që po përpiqen sot dhe që nuk do ta lënë Shqipërinë në baltë. Po vinë, një pjesë kanë ardhur, një pjesë tjetër do të vinë, janë rrugës, nga Amerika, nga Londra, nga Europa, do të rrethojnë regjimin e Tiranës dhe do të sjellin ditë të mëdha, ditë të bukura për ju dhe për vendin tonë. Mos i keni më frikë hienat e vjetra. Hienat e vjetra po shqyhen për mandate deputetësh. Ne nuk i kemi më frikë ata. Ata janë temeruar nga ne, sepse nuk na përmendin as për gjallë, as për vdek, as për lajme, as për studio, as për gazetar. 25 kamera rinin përballë KQZ-s dhe kalonim ne aty, bënin sikur nuk na shihnin. Pse? Sepse regjia qendrore e zagarëve të mëdhej nuk i lejon, do ta marrin përgjigjen shpejt. Ata, padronët e tyre, Beogradi dhe të gjitha regjimet dhe të gjitha shërbimet sekrete, lozhat që po tentojnë të fundosin Shqipërinë, do të marrin një goditje shkatërruese, shumë shpejt, por jo të gjitha kemi mundësi t'i themi tani. Do të shkatërohet ajo dorë, çdo dorë që do të prek Shqipërinë dhe shqiptarët, do të shkatërohet me goditje prej hekuri, do të thërmohen, mos keni frikë, kaq mund të them. Llafe më të mëdha nuk i them dot, sepse nuk jam aq i madh, nuk kam fuqi të mbaj premtime shumë të mëdha. Por ka njerëz më të mëdhej se unë, ka njerëz më të rëndësishëm se Kreshniku, të cilët koordinojnë me ne, na duam dhe i duam. Ne urojmë që ata ta ndihmojnë Shqipërinë, sepse ata kanë në dorë më shumë se sa ne. Kanë fuqi më shumë se sa ne. Trokasin në dyer shumë më të larta se sa ne. Ne jemi më modest. Ne jemi këtu me ju në Facebook, në rrugë, të hysh në garë me 5.000 firma të cilat i thonë regjimit të Tiranës dhe Kënetës 34 vjeçare, i thonë ju ne verisim, ne përkrahim lëvizjen Adeu dhe japim asaj të drejtën të hyrë në garë. Nuk kanë lënë gjë, gocat e KQZ-s na përgëzuan. Sonte i përshëndes gocat e KQZ-s sepse janë sjellë me ne shumë mirë deri sot. Na kanë trajtuar me shumë delikatesë, me shumë edukat, dhe unë gjej rastin t'i përgëzoj gocat e KQZ-s. Për çdo gjë që kemi patur, na janë përgjigjur, na kanë kthyer përgjigje dhe unë shpresoj që ky bashkëpunim të jetë i tillë deri në fund. Unë besoj fuqimisht që ne do t'ja dalim. Do t'ja dalim dhe ditë më të mëdha do vinë për Shqipërinë. Pse? E përsëris, sepse burra shumë më të mëdhej se Kreshniku, shumë më të rëndësishëm se Kreshniku, e kanë bërë gati planin për të shkatëruar hiena 34 vjeçare, aleatët dhe miqtë e mëdhej të Shqipërisë, në emër të cilëve unë nuk flas dot, sepse nuk e kam këtë autorizim, janë të vëmendshëm ndaj gjithçkaje që ndodh në Shqipëri.
nuk keni për të qenë vetëm kur, as sot, as njëherë. Vendimi është marrë. Këta e di në burra më të mëndshur se unë. Unë nuk i di gjërat. Unë di vetëm një gjë. Që ju s'keni për të qenë vetëm kur. Edhe si kur të na kushtoj jetën e gjitha kjo, Shqipëria do të rojë. Dhe sonte, ju bëj thirrje nga zemra, që të mbani veshët hapur, antenat e ngritura, sepse ditët, javët dhe muajt në vijim do t'jenë të ngarkuara me ngjarje tronditse për Shqipërinë, rajonin dhe botën. Ne na intereson Shqipëria. Do të flasim dhe për botën, kur të vi momenti. Tani jemi fokusuar në Shqipëri. Ne e fituam betejën tonë. Kam 186 emra, mjek, doktor, filozof, profesor, artist, kanë ardhë, kanë firmos gjithë. Dhe na kanë dhënë emër, mbi emër, numër telefoni, kartën e identitetit dhe pasaportën, na kanë thënë çojani Edi Ramës dhe Sali Berishës, le ta marrin vesh kush ju mbështet. Kjo është antikushtetuese, është antidemokratike, sepse nuk mund t'i kërkosh njerëzve të tregojnë emrat e tyre para një betejë politike. Para lajmërim i fundit për Edi Ramën dhe për miqt e tij në opozitë, sepse ata janë bashkë, ju e dini. Mos besoni ke këto historit, skeçi Berisha Rama, janë bashkë, ata kanë qenë bashkë, janë bashkë dhe do të largohen bashkë. Kjo historia votonit keqen më të vogël e keqja më e mirë, këto janë të gjitha pralla me mbret, i bën Rama me Berishën. Edhe me Metën. E morën Metën, e futën listë sigurt. Morën, po mbajnë njëri tjetrin listë sigurt, sepse ata akoma kanë iluzionin që do t'i shpëtojnë listat e sigurta. Por kur nuk mbush. Pse? Sepse njeriu ka të vështirë ta pranojë që do iki. Njeriu e ka të vështirë ta pranojë që nuk do të jetë më. Njeriu e ka të vështirë ta pranojë që s'do ketë më pushtet. E ka shumë më të vështirë ta pranojë që do shkojnë në burg. E ka shumë më të vështirë ta pranojë që gjithë këto llapa, të cilat lëpin anus njerëzish, do të shkojnë dhe nuk do të jenë më llapa llapistësh, llapa patronazhistësh, llapa hipokritësh, gjuhë të pështira të cilat lindin, jetojnë dhe vdesin duke lëpir anus politike, anus pushteti, anus pushtetarësh, hajdut, anti-shqiptar, gjakatar, të pisët, të ullët, imoral, pervers, anti-shqiptar, të shitur. Shqipëria nuk është pa miq. Mos u merrni me Kreshnikun. Kreshniku është një grimc e vogël në oqeanin e madh të përpjekjeve titanike që po bën për Shqipërinë. Ka burra më të mëdhenj se unë. Ndoshta do të vi momenti t'ju a prezantojmë. Ka burra më të mëdhenj, më të rëndësishëm se sa unë. Unë jam një grimc e vogël në oqeanin e madh të përpjekjeve që bëhen për ta shpëtuar Shqipërinë nga kanceri 34 vjeçar. Në ditët në vijim, unë kam nevojë për 24 orë ose 48 orë të marr pak veten, sepse jam thellësisht i raskapitur nga ky muaj që ka qenë pa asnjë minutë pushim, unë dhe i gjithë stafi im për 30 vetash, natën e kemi bërë ditë, pa asnjë minutë pushim, kemi nevojë të marrim pak frymë dhe pastaj do të dalim, do ju njoftojmë për hapa të mëdha dhe lajme të rëndësishme. Kujdes, ne nuk kemi zbuluar asgjë, ky është vetëm fillimi. Lajme të tjera vijnë të mëdha. Detajet rrugës, sepse armiku na ndjek, armiku na lexon, armiku na sheh. Detajet rrugës, lajme të mëdha kanë për të ardhur për ju shqiptar. Nuk keni për të qenë vetëm kur. Armiqt e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, historikët dhe ata më të rinjt, do të kafshojnë gishtritë e tyre,
sepse i presin ditë të prej ferri, do të zbulohen të gjithë më shumë se që janë zbuluar, po bëjnë përpëlitjet e fundit. Bëjnë sikur nuk na shohin, por as na sulmojnë dot, sepse nuk guxojnë, sepse nuk duan, sepse përpiqen që ta injorojnë, por shumë shpejt do të merrni vesh lajme të mëdha. Uroj nga zemra dhe njëherë një thirrje të fundit. Ju lutem, mbështetini kandidatët tanë në gjithë Shqipërinë, gjithmonë nëse ka zgjedhje. Mbështetini fuqimisht ata. Mbështetini, jepjani dorën, sepse janë të pastër dhe nuk keni për të gjetur më të pastër se ata. Janë kristal, janë fenomenal, janë artist, janë biznesmen, por biznesmen që kanë fituar me gjak dhe me djersë jashtë Shqipërisë. Jo që i kanë fituar këtu me tendera, me PPP-ra, duke lëpir anusin e kësaj qeveria apo asaj qeverie. Ata i bën listat e tyre, listat e turpit, që të mbajnë besnikët. Ja ku i keni njerëzit. Tregojeni kush jeni, ne e treguam kush jeni. Bashkë do t'ja dalim, ne të në vijim do të tregojmë se si do të ndërtojmë strategjinë për javët e ardhshme, por jam i bindur që do të ketë lajme të mëdha dhe zhvillime të mëdha, sepse si që thash, burra të mëdhej më të mirë se unë, më të mençur se unë, po bëjnë përpjekje titanike që t'ju shpëtojnë nga hienat 34 vjeçare, nga partitë e Beogradit dhe nga partitë e anti-shqiptarisë, të cilat do të përpiqen me miliardat e tyre t'ju shpopullojnë dhe t'ju zhdukin si racë, si popull dhe si kombë, por nuk do t'ja dalin. Faleminderit nga zemra të gjithëve, tregojani këto video pjesës tjetër të shqiptarëve dhe ejani gjejeni mënyrën për të na mbështetur me njerëz, me vullnetar, me financa, me ç'të mundeni, sepse nesër ditën e hënë nis betejë, një betejë për të cilën shumë pak dini, një betejë për të cilën shumë pak keni dëgjuar. Ju përqafoj të gjithëve. Unë kam nevojë të pushoj pak. Shpresoj që të takohemi shpejt, pas 24 orëve, dhe të flasim, të njiheni me kandidaturat më nga afër dhe më pas të shihni se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Suksese, fitore, do të lexoj të komentet ju dhe të miqtë e YouTube-it ku do të transmetohet kjo video pas pak. Ju përshëndes gjithë, natë e mirë, mirë dëgjofshim, përqafime për gjithë, faleminderit nga zemra të gjithëve që na e ngritët kokën, na e zbardhët faqen dhe na quat kokë lartë në KQZ, të dorëzojmë listat, të garojmë të vetëm jashtë Berishës, Ramës dhe Ilir Metës, jashtë Kënetës 34 vjeçare. Ata kanë angazhuar lumin në për media që të thonë se kush voton partitë e vogla dhe të reja janë njerëz të luajtur mendësh, ne do t'ja japim atyre gryshtin shumë shpejt dhe do t'a marrin përgjigjen kuçedrat se kush jemi ne dhe kush janë ata. Kjo është një betejë për Shqipërinë, është një betejë e shenjtë për atë dheun tonë, të cilit do t'i dalim Zot të gjithë bashkë. Nuk keni më justifikim, miq, nuk keni më justifikim të thoni nuk kishim kujt t'ja japim votën. Natën e mirë gjithëve, mirë dëgjofshim shpejt, deri në moment të dytë kur do të takohemi, kur do të ritakohemi për të bërë strategjinë e ditëve të ardhshme. Shpresoj që të jeni ju, të dashurit tuaj dhe Shqipëria, nën kujdesin e të Madhit Zot. Natë e mirë.